njeri kur gatun lin, e gatun që njerëz që janë aty me hongër që ato shem, edhe jo me met në tavolinë. Edhe unë jam prej aty në personave që prej nana të vogël kur na ka mësu, nuk e la ushqimin në pjatë. Do me thonë nëse 2 kashorët e fundit jom lidh, këgja jom gi, prap i ha, e sot shumë që ceket çto. Nuk i la në pjatë. Nana shqiptare mendojnë që janë kundër të berllogit vet. Edhe kjo është pasoja, po, kjo është pasoja që na të rejat, nonat ma të reja, kemi fillu mu vedisu. Unë pick-up e kam përgaditi me shumë dëshirë, e du shumë pjesën e procesit përgaditës, po kam shumë pick-up mësë me ma hungër ushqimin. Po, normal, jam të një bo 4-5 loje për se cilin, në sasi sot dojnë, a mu jo mësë me ma hungër ushqimin. Kështu që du të me pas parasysh që nonat, ose personi që e përgadit ushqimin nuk është kundër të berllogit lukset. Po, kështu për shembull unë një hungër ato që atë prënë, se zakonisht të përfundojmë edhe mbi peshë. Absolutisht. Unë gjithmonë ju tham njerëzve. Kemi pasoja në shëndet. Kështu që mirë është me mujtë me menagju, abdem sasinë edhe pjesën e përgaditjes, por realisht problemi më të madh që e kam me gratë është valloj nuk është që po du me hongër, po masë s'po ma hojnë tjertë me hojnë. O, zot, për që t'ju argjëna me gjuhë. Po, shumicë në rastë për shembull kjo është problemi. Kështu që për që ta buk falesht të thëmë që duhet mu vedisu që nuk jeti ajo që dush mi hongër krejt që hajlojnë tjertë. Ma mirë të fundit është shumë gjuna, mirë është me menagju, por ma mirë nështë me gjujt ushqime, se sa me bu pasoja në sasi të organisme. Se sidomos gratë, jem pak pat ndishme saj përket hormoneve, kur veç kalon një moshë, kështu që s'me bu pasoja. Unë e kam personalisht, kjo është individual, unë e kam shumë problem kur dikush ma mush pjatën shumë, se ngina me sy, edhe kur ta isha pjatën që ashtë të platë, nuk mu e mja njës heq me hangër. Nëse më qetë pak, tani e përfundoj pjatën edhe nëse kam halo vend, e lypi edhe pak, pëse s'kam qef me lonë atë pjesën tem në pjatë, e gjithë kam qef, qëtëm pak, tani lypi nëse du prap. Po qaja është, për shembull, me në stasi, ma mirë është me rujtë, për shembull, një farforme me përgadit ushqimet që mund është me rujtë para se me fillu me përdorë, për shembull. Edhe një herë tjetër, ma mirë ma pak vlera ushqyse me hongër të herën tjetër, se sa me hongër të njëjtën kohë sasi edhe me fillu me çrregullu metabolizmin, me që dhe shegen tash e kemi.